Përshëndetje, unë jam Arin Gleni, jam mësues matematike që kam punuar në gjimnaz prej 2 vitesh. Kam mbaruar studimet e mia bachelor dhe master në Tiranë pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Matematika është një fushë e cila kërkon shumë punë, por edhe dëshirë njëkohësisht. Por kjo dëshirë normalisht nuk lidhet vetëm me informacione që mund të marrim nga njëri tjetri, por kërkon informacione të tjera shtesë. Këto informacione apo burime që duhen për të përvërsuar në fushën e matematikës, ne i marrim përmes programeve apo referencave të huaja. Me pak fjalë, ne përdorim na ndihmon inteligjenca artificiale që ne të ecim përpara dhe të bëjmë zhvillime pozitive në lëndën e matematikës ose në fushën e matematikës. Atëherë, inteligjenca artificiale ne shikojmë që ka një ndikim jo vetëm në lëndën e matematikës, por në shumë fusha. Në mjekësi e shikojmë dita ditës që ka një ndërhyrje dhe ndikim të madh. Po ashtu edhe në argëtimin që njerëzit duan, pra inteligjenca artificiale lidhet në krijimin e çasteve të lumtura, po ashtu edhe në arsim. Si çdo risi tjetër, edhe inteligjenca artificiale ka anët e saj pozitive dhe anët e saj negative që lidhen me arsimin. Po ndalem fillimisht tek anët pozitive që ka inteligjenca artificiale në matematikë. Shumë tema mësimore ndonjëherë edhe nuk e kërkojnë përdorimin e inteligjencës artificiale, por çfarë ndodh dhe pse është e nevojshme që ajo të përdoret. Zgjidhja e ushtrimeve algjebrike po ndalem fillimisht. Nxënësi ka vështirësi ose nuk ndihet komod nëse pyet shokun për zgjidhjen nëse ka bërë saktë rrugën e zgjidhjes të një ushtrimi. Për këtë, ai ka më shumë vetbesim që të shikojë një program, siç është Photomath, GeoGebra apo programe të tjera që kanë simulime të matematikës, për të parë nëse përfundimi që nxënësi ka nxjerrë vetë është i njëjtë me programin, pra sepse programi jep një zgjidhje të saktë, pavarësisht se rruga nuk është e njëjtë që ka ndjekur nxënësi, por përgjigjja do jetë e njëjtë. Dhe kështu nxënësi fiton një siguri pa krijuar bullizime, mund të themi, nga shokët që nuk e ke bërë saktë, nuk e ditur si ta çosh ushtrimin deri në fund. Dhe kjo jep atij vetbesim për të ecur më përpara dhe për të krijuar përparësi edhe mes shokëve. Po ashtu, ndërtimet e funksioneve, vijave të gradës 2, 3 apo edhe më shumë, le të themi në gjeometri, ndërtimin e trupave, nxënësi e ka pak të vështirë ndonjëherë ta skicojë me saktësi. Ndërtimi ose interpretimin e grafikëve është pak e vështirë që nxënësi ta ndërtojë me dorë të lirë, edhe pse duke përdorur mjetet mësimore si vizore, që është kryesori apo gjetjen e pikave kyçe për ndërtimin e një funksioni, përmes programeve, ai mund të bëjë ndërtimin e saktë dhe pastaj të bëjë interpretim duke u bazuar në këtë ndërtim që bën përmes programeve, që jep pastaj përgjigje të sakta dhe më të sakta në lidhje me atë çfarë studiohet. Gjithashtu ne kemi parë që për provimet e maturës, një pjesë e korrigjimit të përgjigjeve alternativa bëhet me anë të inteligjencës artificiale. Zhvillimi i kësaj fushë pak më tepër, i kësaj ane të inteligjencës artificiale, ka edhe 2 ndikime pozitive në përdorimin në arsim në jetën e përditshme të mësuesit. Që do të thotë, në korrigjimin e testeve, sigurisht gjithë jemi koshient që korrigjimi i testeve është një vlerësim subjektiv dhe përdorimi i kësaj platforme bën që vlerësimi të jetë më objektiv. Por gjithashtu, duke na ndihmë edhe ne si mësues që kursen kohë në vlerësimin e testeve, duke qenë se ka një ngarkesë për shkak të periudhave që ne tashmë kemi. Gjithashtu, anë të tjera pozitive është se nxënësit kanë një qasje më të lehtë për marrjen e informacioneve. Kohët e fundit janë futur projektet, dhe që nxënësi të bëjë një projekt do të ketë shumë burime informacione dhe materiale që të bëjë një projekt të saktë dhe të ketë në fund një përfundim rezultat ose një produkt shumë më konciz. Prandaj, kjo lehtëson nxënësin
në marrjen e informacioneve të sakta edhe nga burimet të huaja. Por krahas këtyre anëve pozitive që ofron inteligjenca artificiale, ka edhe disa anë negative. Më kryesorja që do thoja është varësia që krijojnë nxënësit, por ndonjëherë edhe vetë si mësues, në përdorimin e programeve dhe marrjen e informacioneve që duhen të gatshme, pa i përpunuar ato. Kjo sjell që nxënësi po ashtu përveç dembelizmit nuk krijon as kreativitet në mendjen e tyre, gjë që është penalizuese tek çdo individ. Po ashtu, përdorimi i inteligjencës artificiale ka dhe efektet e tjera negative, siç është mungesa e komunikimit mes individëve, nxënësit me nxënësin, nxënësit me mësuesin, apo dhe mësuesit me njëri tjetrin. Dhe kjo mungesë sociale, le të themi, nuk është gjë e mirë në shoqërinë njerëzore. Duke parë këto anët pozitive dhe anët negative që inteligjenca artificiale ofron në arsim, mendoj që futja dhe ndikimi i saj është diçka e domosdoshme. Por do të kemi kujdes diçka që ne të jemi në gjendje të bëjmë krahasimin se kur është koha që na ta përdorim, kur është e nevojshme për ne që të na ndihmojë, duke u munduar që ne të minimizojmë anët negative që kishte inteligjenca artificiale në arsim. Pra, nëse ne kemi nevojë për informacion, të kemi dëshirën për ta përpunuar ato informacion dhe jo për ta marrë të gatshëm dhe ta lëmë kaq. Pra, inteligjenca artificiale është shumë e domosdoshme në arsim, por duhet të dimë se si ne ta përdorim për të mirën tonë.